14 vjetë bëhen sot që na mungon kryetari Xhaferi, po besoni se përveç neve që përkujdesime ta përkujtojmë dhe ta mbrojmë dhe ta kultivojmë idenë e tij, edhe armiqt e kësaj ideje po japin kontribut në thojza për përkujtimin e figurës edhe të veprës tij. Sekretar, në 25 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit, në sipërfaqe donin shumë deklarata që zbulonin pra paskenat e arritjes së kësaj marrëveshje. Në deklaratë e Ali Ahmetit për ndarjen e Maqedonisë, si e komentoni? Ali Ahmeti tipik mu më duket si ata spionët klasik shekullit kaluar të Kraljevinës dhe të Jugosllavisë. Unë e pash atë konferencë, po dhe më parë e pash intervistën, ku ai në stilin e spionëve të regrutuar për slavëve, drejt për drejt e akuzon Arben Xhaferi, e spionon, e denoncon që populli ma lehtë ta kuptoj se Arben Xhaferi ka qenë terrorist, separatist, shkatruesi i Maqedonisë. Kjo vetëm flet se Ali Ahmeti është i regrutuar për këtyre shërbimeve për shkak se duhet t'jap edhe një argument të tanishmës, konkrete. A keni pas Ali Ahmeti nuk e prek vlenin, nuk e përmend, nuk e sulmon hiç. Disa decenje pas vdekjes Arben Xhaferit, kjo është edhe poshtërsi e nivelit më të ulët njerëzor, ai njerin që nuk jeton e denonson dhe akuzon. Ka të drejtë në thojza që ai nuk e sulmon vlenin, për shkak se vleni nuk është shqiptar, nuk është organizim shqiptar, nuk ka kërkesat shqiptarëve. Ali Ahmeti është i rekrutuar si anti-shqiptar. Edhe si zagar që i rekrutojnë për herë që gjahun e vërtet ta kenë atë që duhet, ai vazhdon ta godet për dëshën. E dyta, unë besoj se njerëzit më kanë qartë sa i gërditshëm është Ali Ahmeti në deklarimet e tija. Ai tha Buçkovskit, ti i ke dajt për Sholopekit dhe do të duhesh të shkosh me letër njoftim. Për nga i kanë dajt fëmijët e Ali Ahmetit. A shkojnë fëmijët e Ali Ahmetit në ato në kufinit të dajt e vetë. Qartazi, deklarimet e tija dhe veprimi i tij politik vetëm e vërteton historinë e tij anti-shqiptare. Dhe definitivisht që të vite pyetja juaj, ju nuk jeni i ri si gazetar dhe të tjerë, ju e dini se ndarja e Maqedonisë nuk ka pas dokument, ka qenë disa pseudo-akademik në atëherë, në atë kohë, të instruar nga udhba e Serbisë, të cilët e nxorën këtë ide. As ka qenë ideja akademi shkencave. As Arben Xhaferi ka dokument se s'ekziston ai dokument. Nuk ekziston zyrtarisht. Ali Ahmetit, atëherë udhba dhe sot, i kanë thënë se kjo është rruga që mund ta shkatrosh organizimin politik shqiptarëve. Dhe ai flet pa lidhje. As ka ekzistuar dokument, as ka pas zoti Xhaferi dokument. Dhe unë e paralemroj që edhe njëherë nëse fletë kështu do të padis në gjyq. Në emër të Arben Xhaferit, se kjo një denonsim i tillë është i palejueshëm edhe i pafalshëm. Mendoj se definitivisht është momenti kur gjithë kombi shqiptar duhet ta kuptojmë se Ali Ahmeti është fatkeqësi elementare natyrore për shqiptarët. Dhe se i tillë sa më shpejt duhet largohet për skenës politike. Zoti Taçi, sapo ka nisur një blokad nga BDI-ja në Kuvendin e Maqedonisë me patentere. Mendoni se kjo do të rritet dhe do të kemi zgjedhje të parakohshme në prill siç deklarohet? Sugjestioni për BDI se bën ndonjë veprim është i papranueshëm. Ky deputeti i Tetovës që votoi një herë patenterin, aty s'është e rëndësishëm t'ja përmendem. Aty ishte në përqafim sipër me Ali Ahmetin dhe me BDI. Unë nuk mendoj se kjo është rruga. Rruga është tjetër. Po BDI-s dhe Ali Ahmetit as s'u mban, as kanë ide. Për shkak se
fillimin e kanë të kalbë. Nëse BDI-a dhe Aliameti vlerësojnë se tash është më keq se para vitit 2001, pyetja ime esenciale është pse s'bën luftë Alia. Prapë përsëris. Maqedonëve duhet kontestuar kjo mënyrë e ngritjes shtetit. Maqedonëve duhet kontestuar kjo mënyrë e vendimarrjes. Përndryshe, ata do të kenë shumë kohë që kërkesat tona t'i kriminalizojnë. Kërkesat tona t'i bëjnë si kërkesa anti-evropiane, anti-moderne. E vetëm një mënyrë më mendoj se është rruga e kontestimit. Rrugët tjera nuk besoj se janë rrugë që japin rezultate, për shkak se pas nesh ka disa decenje, disa tentime apo dëshire të disa partive politike shqiptare dhe s'ka sukses. Kryetar, këtë që thoni ju edhe vërtetohet kohët e fundit me atë sikur ka një paqë e heshtër ndërmjet VMRO-s, BDI-s dhe Vlenit. Posaçërisht kohët e fundit i lidhur me emërtimet e rrugëve në qytet. Listën e Vlenit e kontrollon VMRO.ne. Dhe po ashtu, unë ndaj si zgjidhshëm vjeçar, se ka marrëveshje edhe për Berbenicën. Ja, unë ndoshta ju jeni të kujdesshëm, por ju keni drejtën të më thoni edhe ti pak e sulmon Vlenë. Vleni s'është gjë. Vleni nuk është BDI 2.0, po është 2 milion.0. Si them, Vleni është mbeturina e BDI-s e recikluar në reciklash të laboratorëve maqedonëse. Unë mendoj se si përpara, edhe tani e vetmi është PDSH-ja e cila me program, me platformë, me përvojën që ka dhe me kohën që ka qenë në qeverisje të vendit, dallon prej këtyre. Përndryshe, ka rrugë të tjera. Jo vetëm për Vlenin, për BDI. Ju lutem, unë e di bashkë me ju se Vleni ka thonë 6 muaj do të tolerojmë dhe pastaj ne do të thonë mos kompromisin për nisën negociatave me Bashkimin Ndërkombëtar. Duket se janë bërë 6 muaj, 5 herë ka 6 muaj. Problemi e Vlenit, pse BDI-a nuk e bojkoton parlamentin, nuk delën protesta, nuk bën veprime të cilat e kontestojnë shtetin. Kjo është vetëm prodhimi i atij laborator. Sa i përket kësaj komunës ku konkurohet për shkak të vdekjes ish kryetarit të komunës, jo që ne s'kemi interes, ne kemi potencial. Aty po unë mendoj se PDSH-ja nuk duhet më të bëhet prej e kësaj mënyre të bërit politik, e cila duket në thojza si e moderuar, por fakt është shkatrimtare për tatën e shqiptarëve. E di se rruga që preferon PDSH është pak më e vështirë, më e mëndimshme, po sinqerisht mendoj se kjo është vetëm një rrugë për momentin.